Emisioni Njerëz të humbur përcolli natën e mbrëmshme emocione të forta tek të gjithë teleshikuesit. Shtetasja greke Sofia Ipsilopoulou, e cila ishte larguar nga shtëpia e saj në datën 19 korrik të vitit 2010, kishte muaj që jetonte me të fejuarin në qytetin e Burrelit. Si rrjedhoi, u mundsua një bisedë telefonike midis Sofies dhe nënës së saj, pasi kjo e fundit nuk ishte në dieni të faktit se vajza jetonte në Shqipëri. Gjatë bisedës me të, 16 vjeçaria nuk ka pranuar të kthehet në shtëpinë e saj në Greqi, por i ka kërkuar nënës se dëshironte të vazhdonte jetën normale me të fejuarin, Elidonin, në shtëpinë e tij. U trajtua për të 11 herë rasti i Bleona Matajt nga Zapodi i Kuksit, e cila rezulton e humbur prej datës 22 maj të vitit 2010. Gentiana Mata, e cila pretendohet të ketë qenë personi i fundit që ka qenë pranë vogëlushës përpara se ajo të humbiste, ka dëshmuar sërish në mbrëm. Fakte dhe dëshmitë e reja shtohen gjithmonë më shumë gjatë publikimit të rastit. Nuk munguan informacionet edhe për rastin e djalit nga Kosova, Nexhat Arifi, për të cilin familjarët nuk dinë asgjë prej datës 30 janar të vitit 2010. Shumë telefonues pohojnë ekzistencën e tij në Kroaci.